dede mi të mrekullueshëm. Në fshatën e na jugu, ishte njëri se si i pari fshatit, një garib trimi, kishte frikë gjithë kur i thon llafi. E një fshatari vetën e ti tha, ky gjithë por, ky trimi ma, tha, dekte, adhjesëm ti tha, dekte, dhe i vjetë ati e ke baqa, dhe vetë vjetë. E kishte ca mana i, në pemë madhe manë, tha, dekte vjetë mani, tha. E ne ikën ky, natën, vete, hypën manë, e po viste mani. Në atë moment, e gjona i miku e trimi, tha, del me pushkë, edhe i tha, kush isha aty ke mani, re? Ky zbret me vrap në mani, poshtë, ullet poshtë, shikon i baj globe, i tek me pandllonat aty, ullet si kur po dhiste. Qa para aty ti dhare? Po vjetë mani, jo, thot, unë po dhjes, thot, qa po vjetë mani ata? I ti dha me mitë shtyt me i me atë karabinit, zhëp pane, dhe ku shkon bajkën e lopën. Pse ashtu dhjet i dha? Po ku të leti t'jesi njeri e ku të leti, aman.